Kompania për furnizim me energji elektrike apo siç njihet ndryshe KESCO ka kërkuar rritje të çmimit të energjisë elektrike. Propozimi i është dërguar ZRE-s për 21.4% pra këtë rritje të energjisë elektrike. Kjo vjen vetëm bëhet pas 9 muaj pasi është rritë çmimi i energjisë elektrike. Kujtojmë që në prill vitit kaluar, çmimi i energjisë elektrike ishte rritur për 16%, edhe pse ishte kërkuar po nga KESCO që të bëhet 30%. Kështu që ne kemi parë që menjëherë pasi është rritur çmimi i energjisë elektrike, janë rritur edhe çmimet, buka menjëherë është rritur dhe çmimet tjera. Kështu që nëse qytetarët e Kosovës heshtin nuk reagojnë, prapë do të kemi një rritje të energjisë elektrike prej prillit të këtij viti. Edhe pse është bërë propozimi për 21%, po kjo duhet të besoj që do të jetë dikon 15% që do të aprovohet nga ZRE-ja. Nëse kjo gjë ndodh, i madh i vogël, qytetarët e Kosovës, nëse ju ka mbet pak ndërgjegje, pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht se kë kanë votuar dhe kë mendojnë prapë ta votojnë, kjo nuk ka të bëjë me parti politike, ka të bëjë thjesht me jetesën tonë, që po rritet në çdo ditë e më tepër barra e jetesës. Pra, qytetarët e Kosovës çdo ditë e më tepër po e kanë të vështirë për t'ja dalë muajin. Prandaj edhe qytetarët e Kosovës të rinj nuk po shohin perspektivë në një vend ku zhvillimi ekonomik ka ngesë, çmimet rriten çdo ditë, ndërsa pagat mbesin njësoj. Prandaj duhet me reagu jashtëzakonshëm, mos me leju që me bë çfarë të duan me djersën tonë, me hallet tona edhe të cilat janë realisht shumë të mëdha. Prandaj edhe një herë po e përsëris, qytetarë dashur të Kosovës, nëse ju ka mbet pak fije ndërgjegje, pavarësisht bindjeve politike, nuk ka të bëjë kjo me asnjë parti politike, ka të bëjë thjesht me jetesën tonë si qytetarë, se politikanë gjitha partive kanë jetën e mirë, për ata është thjesht luftë politike, po për ne është mbijetesë. Prandaj ju lutem, reagoni sa nuk është bërë vonë. Ti madh i vogël me kundërshtu, nëse mendojnë që vërtet ta bëjnë një gjë të tillë, duhet me protestu, tek e fundit me hyrë dhe ngrevurie, ose tek e fundit po e lëm krejt këtë vend edhe po ja vlëm politikanëve.